Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po nisim ditën sot të takohemi në orare të ndryshme me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante, diskutimet, dinamikat, por edhe momentet e bukura që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit, por edhe jashtë saj. Që nga dalja e saj me një vendim po të eglit për të lënë shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 pas rëndesës shëndetësore që ajo pati psikologjike, emocionale, shpirtërore, të quajtur me termin depresion, i cili u trajtua edhe dje në fan club nga Arbër Zeka, ku Arbër i tha që egli është në depresion shumë të rëndë. Nuk e dim në qoftë se ka informacione nga miqtë e eglit, nga familjarët e eglit që egli po kalon një depresion të rënd, apo është bazuar në postimet që e bën në rrjetet sociale në Instagram duke shprehur emocionet e vërteta dhe ndjesin që ajo ka për momentin. Fansat vazhdojnë duke bërë ndjekje të eglit, sa që Instagrami ditën e djeshme ka qenë 303.000 followers, ndërsa vetëm brëm, do me thënë nga ora 21 kur unë e kam parë Instagramin e eglit, ka patur 317.000 followers dhe tani nuk e di sa mund të ketë shkuar. Kureshtja është shumë e madhe të gjithë shqiptarëve për të ditur se si është shëndeti i eglit, çfarë bëhet me të, a do të ketë një kthim pas në Big Brother dhe si do të vazhdon marrëdhënia me Gjestin. Egli ka bërë disa ndryshime në Instagramin e saj, ka fshirë, le të themi, disa momente, ka bërë delete disa momente nga jeta. Videoja e fundit, e cila ishte postuar nga pasarela që egli bëri në bikini, në Miss Bikini në Big Brother, ku egli bëri një lloj performance shumë të bukur, egli e ka bërë delete këtë video, edhe shumë video të tjera nga Instagrami i saj, të cilat i kishte kujtimet ndoshta më të bukura nga ky reality show. Edhe pse videot ishin shumë të klikuara, egli ka përzgjedhur që t'i bën delete edhe të vë në pinet apo të vë në shënjestër, le t'i themi, disa nga videot të tjera ku e para është me këngën Elvana Gjatës Më Fal. Një video që është përzgjedhur me një fotografi ku egli ka qenë e ulur pranë verandës së Lori Kafes tek Banaku dhe duke qarë me një xhup pellushi, duke qarë, ajo tregon që egli vazhdon akoma të ndjehet fajtore, egli vazhdon akoma duke dënuar veten e saj për atë se çfarë ka ndodhur në Big Brother, ndoshta tashmë edhe e penduar përse këtë rrugtim nuk ja fali vetes. Reagimi që ka bërë egli në Instagram dhe ndryshimet që egli ka bërë në Instagram kanë rënë me njëherë në sy dhe normalisht kanë qenë shumë të komentueshme përse egli akoma të kërkon falje dhe kujt i kërkon egli falje. I kërkon familjes së saj, i kërkon rrethit të saj, i kërkon Gjestit, apo vetes së saj i kërkon falje. Dhe është një pikpyetje shumë e madhe, këtu nuk kuptojmë që egli akoma nuk është të kthjellur dhe nuk ka ardhur në ditët më të mira të saj, ndoshta ndjen shumë mërzitje, ndjen shumë stres, ndjen shumë lodhje shpirtërore për të gjithën atë që kaloi dhe të gjithë energjinë ku egli e fokusoi, do me thënë është shumë e rëndësishme se ku ne e fokusojmë energjinë tonë, aty ku ne do ta fokusojmë atë bumerang, le të themi, do të marrim. Dhe realisht egli fuqinë e saj, sepse Big Brother është një energji krejtësisht në vete dhe jo çdo kush mundet ta bëj. Egli të gjithë fuqinë e saj, energjinë e saj e fokusoi vetëm në dashurinë e saj me Gjestin, diçka që atë e dëmtoi shumë, por nuk e dëmtoi Gjesti, e dëmtoi fenomeni i mendimit të dashurisë. Non stop duke menduar, duke i vuajtur gjërat, duke u lodhur në përcepa, mendo dhe vetëm mendo, kjo gjë e mbyti atë. Egli në Instagramin e saj ka lënë vetëm momente lotësh. Në thënë momentet e gëzimit i ka fshirë të gjitha nga Instagrami. Që nuk kupton egli me këtë gjë? Nuk kupton që Big Brother i saj ka qenë i tëri një lot dhe nuk ka patur fare momente të gëzuara, nuk ka patur fare momente të bukura, nuk ka patur fare momente të mira. Kjo është një pyetje që në fakt unë u drejtoj ju për reagimin që ka bërë egli, që më duket një reagim
shumë i dhimbësur dhe më duket një reagim shumë i prekshëm. Në këtë rast, shumë lëndues, sepse të fshish të gjitha momentet e bukura, të fshish të gjitha të gëzim që ke patur. Ka patur momente fantastike Egli në atë shtëpi, ka qeshur me lot e shumë gjëra të tjera, por siç duket Egli më tash po ndryshon gjithçka në jetë edhe po le vetëm një gjë. Atë mendim apo kujtim që Egli ka lënë në jetën e saj dhe ka mbajtur si kujtim në jetën e saj. Dhe kjo gjë e ka bërë që ajo të jetë në qendër të vëmendjes dhe të jetë e komentuar pafund. Gjithsesi, ne do të sjellim të gjitha lajmet se çfarë ka të bëjë me Eglin edhe me Gjestin. Doja të marr mendimin tuaj për këtë ndryshim. Vazhdoni na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.